liriva ta. Ke marpushken lufton për liriva ta. Dhe shërtarina vadra kistën da. O i vogëla pa. Dhe shërtarina vadra kistën da. Lufton për liriva ta. Ke marpushken lufton për liriva ta. Dhe shërtarina vadra kistën da. O i vogëla partizan. Dhe shërtarina vadra kistën da. O i vogëla se vritesh nga natyste kjo, nga natyste kjo, se tine për lirive. Lavdi 5 maj ditës së dëshmorëve, të nderuar familjar të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur bashkëqytetar. Sot në këtë ditë të shenjtë për kombin ton jemi mbledhur me respekt të thellë dhe me përulësi përpara kujtimit të atyre që dhanë gjithçka për lirinë tonë. 5 maj është më tepër se një datë. Ai është simbol i sakrificës, i guximit dhe idealeve të mëdha që udhëhoqën popullin ton në një nga periudhat më të vështira të historisë së tij. Kjo ditë lidhet ngushtë me aktin heroik të një të riu si Kemal Stafa, udhëheqës dhe organizator i kryengritjes armatosur, udhëheqës i rinisë komuniste shqiptare, heroi i popullit. Në moshën më të bukur të jetës, ai zgjodhi të flijojë jetën për një botë të re, për një Shqipëri të lirë. Rënia e tij nuk ishte thjesht humbja e një jete, por lindja e një frymëzimi të madh. Ideali për të cilën ai luftoi ngriti pesh zemrat e mira shqiptarëve, të cilët u bashkuan në luftën kundër fashizmit, nazizmit dhe bashkëpunëtorëve tyre për një atë të lirë dhe të pavarur e me dinjitet. Në këtë ditë përkujtimore, me kranari të veçantë kujtojmë edhe kontributin e vyer të trevës së Gramshit. Kjo trevë ka qenë gjithmonë një vatër e gjallë e atë dashurisë
një mbështetje pa lëkundur e lëvizjeve të mëdha me karakter çlirimtar dhe përparim shoqëror. Gramsci nuk ka kurrësuar kurrë gjakun e bijve vet, të rinj që në lulen e rinisë zgjodhen të bëhen pjesë e historisë, duke dhënë gjithçka për lirinë. Ata lanë pas ëndrat, familjet dhe rininë e tyre, por na lanë një trashëgimi të çmuar, dinjitetin, guximin dhe përgjegjësinë për të mos e harruar kurrë çmimin e lirisë. Sot më shumë se kurrë është detyra e shoqërisë dhe institucioneve shtetërore që të tregojnë kujdesin dhe vlerësimin maksimal për dëshmorët dhe familjet e tyre. Nderimi për ta nuk duhet të jetë simbolik dhe i përqendruar në një ditë vetme, por i përhershëm i gjerë në veprimet tona, në edukimin e brezave, në kujdesin social dhe në ruajtjen e kujtesës historike. Sakrifica e tyre nuk ishte e kotë, falgjakut dhe heroizmit të tyre jetojnë të lirë, por liria nuk është vetëm një drejtë e fituar, ajo është një përgjegjësi që duhet mbajtur dhe nderuar çdo ditë. Le të përulemi me respekt përpara kujtimit të dëshmorëve, le të mbajmë gjallë idealet e tyre, le të jemi të denjë për sakrificat e tyre. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të dheut, lavdi të përjetshme 123 dëshmorëve të Gramsci. Faleminderit. Nderuar kryetari i organizatës veteranëve, nderuar kryetari i organizatës dëshmorëve dhe pasardhësve, i nderuar nën prefekt, shefi i komisariatit, përfaqësues të Këshillit, nderuar përfaqësues të opozitës dhe të dashur pjesëmarrës. Sot është një nga ato ditë që ne si gramsciot, por edhe si shqiptar na bën të ndihemi krenar. Është një nga ato ditë që jo vetëm kujtojmë, por përulemi para punës, veprës dhe sakrificave deri në vetflijim të atyre burrave dhe grave që dhanë jetën për çlirimin e atë dheut tonë. Këtij dheut që ne sot gëzojmë dhe për cilin ne të zgjedhurit jemi detyruar që të punojmë dhe të mendojmë çdo ditë. Në fakt, e them gjithmonë dhe bëj mirë që e them dhe do të vazhdoj ta them sa kohë të kem mandat përfaqësimi për t'i bërë thirrje moshave të reja, të jenë ashtu siç janë edhe sot, të marrin pjesë në organizime të tilla, të marrin pjesë në aktivitete të tilla, për të kuptuar se sa me vlerë është jeta, se sa kanë derdhur djerë se gjak pas para arsit tanë për të pasur sot këtë Shqipëri që ne kemi, gëzojmë dhe për cilën punojmë. Brezat dhe moshat e reja duhet të dinë sakrificën e madhe që kanë bërë të parët tanë, luftrat që kanë bërë, për të pasur, siç e thash, Shqipërinë e lirë dhe të begatë të sotmen. Patjetër që është punuar ndër vite, ndër dekada, për të ngritur ekonominë, për të ngritur industrinë, për të ngritur mirëqenien tek të gjithë. Por sigurisht nuk mundesh të ecësh dot përpara pa kujtuar nga kemi ardhur, pa kujtuar të kaluarën, dhe e kaluara e Shqipërisë ka qenë e vështirë. E kaluara e Shqipërisë ka qenë e dhimbshme, ka kaluar nëpër luftra, ka kaluar nëpër gjakderdhje. Por jeta na ka mësuar që sa herë që shqiptarët janë bashkë për të mirën e vendit tyre, sa herë që shqiptarët janë bashkë për të mirën e popullit tyre, gjërat arrihen. Ndaj dhe sot në këtë ditë të shënuar të dëshmorëve, përulem me mirënjohje ndaj veprës të dëshmorëve gramsciot, dhe nuk janë pak, po janë 123 dhe dëshmorëve në gjithë Shqipërinë që janë me mira. Faleminderit edhe një herë drejtuesit të organizatës dëshmorëve dhe pasardhësve për punën shumë të mirë që ka bërë duke identifikuar edhe të rënë të tjerë në luftra të ndryshme, gramsciot të mirë, gramsciot trima që kanë luftuar jo vetëm për qytetin e tyre, por edhe në luftra
që nuk kanë pas të bëjnë drejt për drejt me Gramshin, por kanë pas të bëjnë me Shqipërinë dhe pavarësinë e Shqipërisë dhe çlirimin e Shqipërisë. Gëzuar 5 majin, lavdi dëshmorëve dhe gjakut tyre. Faleminderit. Alın